Gjykata kushtetuese ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, ku i bënte thirrje që të mos lajthis duke miratuar kërkesën e Unionit të gjyqtarëve, të cilët kërkojnë rritje pagash me 700 euro. Kushtetuesja ka dalë me një njoftim për shtyp, duke theksuar pavarësinë e saj dhe duke dënuar çdo formë ndërhyrje apo presionin ndaj vendimarrjes së saj. Gjykata kushtetuese garanton se ushtrimi i funksionit të saj kushtetues është i pandikuar nga palët politike apo veprimtaritë dhe vendimarrjet e tyre. Duke marrë shkas nga qëndrimet dhe reagimet publikuara së fundmi në media dhe në rrjetet sociale nga përfaqësues të pushteteve të tjera, përfshi atë ekzekutiv si dhe të vetë medias, gjykata kushtetuese siguron publikun dhe palët në proces se ajo është e pavarur në ushtrimin e funksionit të saj kushtetues dhe nuk ndikohet prej tyre në veprimtarinë ose vendimarrjen e saj. Gjykata kushtetuese gjën rastin të ritheksojë se vendimet e saj mund të jenë objekt kritikash, megjithatë është e papranueshme çdo formë ndikimi sikundër çdo përpjekje për të vënë në dyshim autoritetin dhe reputacionin e saj, qoftë edhe në dukje çka do të cënonte vetë parimet themelore të shtetit, së drejtës dhe atë të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, thuhet në reagim. Kujtojmë se një ditë më parë kryeministri Edi Rama e cilësoi kërkesën e Unionit të gjyqtarëve të depozituar në kushtetuese për rritje pagash për herë të dytë brenda 3 viteve, këtë herë me 700 euro si skandaloze. Në një reagim në rrjetet e tij sociale, kreu i qeverisë bëri shpjegime të përkatëse ligjore, teksa nënvizonte që kushtetuesja të mos lajthiste duke përsëritur vendimin e mëparshëm për të cilin qeveria heshti për respekt të pavarësisë së drejtësisë. Unioni i gjyqtarëve ka depozituar kërkesën më datë 3 mars 2025 në gjykatën kushtetuese, ku aktualisht e ka kaluar seancën paraprake dhe në mes të muajit qershor pritet të mbahet seanca për shqyrtimin e saj. Unioni i gjyqtarëve mendon se ka të drejtë kërkojë këtë rritje të pagës, ndërsa pritet vendimi që do të marrë kushtetuesja.